një stërvitje e përbashkët mes Policisë së Kosovës dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Policia e Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka nisur ushtrimin e përbashkët të planifikuar, i cili aktualisht ndodhet në fazën fillestare. Sipas skenarëve të përgatitur në aktivitet do të kryen nga njësi të ndryshme policore, nga patrullat e rendit publik dhe njësi të reagimit shpejt, deri tek njësitë elitë speciale të pajisura me mjetet të nevojshme logjistike për skenar të ndryshëm operativ. Ushtrimi synon rritjen e gatishmërisë, koordinimin interinstitucional në një kohë kur kërcënimet ajrore dhe përdorimi i dronave po marrin rëndësi. Ndërkohë ushtarët amerikanë të Komandës Rajonale Lindje Kufor kanë zhvilluar së fundit trajnime specializuar për të përmirësuar aftësinë e tyre në zbulimin e gjurmimit dhe neutralizimin e droneve. Trajnimet janë përqendruar në sistemet që prishin frekuencën e kontrollit të droneve, duke i detyruar ata të kthehen tek operatori ndërhyrjen e sinjaleve GPS GNSS, si edhe në teknikat që mund të shohin në ngritjen, uljen ose rrëzimin e pajisjeve ajrore. Sipas Kuforit, zotërimi i këtyre kapaciteteve tashmë është pjesë e skenarëve operacional të misionit, duke rritur efektivitetin në përgjigje ndaj sfidave të sigurisë që po evoluojnë me shpejtësi. Ushtrimet të tilla, sipas autoriteteve, forcojnë jo vetëm aftësitë teknike, por dhe koordinimin, punën në grup dhe aftësinë për të përshtatur me kërcënimet moderne në terren.